SBA-ja dhe Izraeli goditën Iranin, Pakistani dhe Afganistani janë në luftë. Kjo nuk është një rastësi. Si shpjegohet kjo astrologjikisht? Atëherë kemi diellin dhe rahun, kemi Marsin plus rahun dhe Mërkurin në retrograde. Të gjitha këto veprojnë njëkohësisht, pra në nakshatrën Shatabisha në shenjën e Ujarit. Dielli me rahun çfarë do thotë? Do thotë që po i bën liderat botëror të veprojnë nga egoja dhe obsesioni. Marsi me rahun është firma planetare e luftës dhe po e shohin të manifestohet sigurisht në kohë reale. Mërkuri retrograde po siguron që çdo vendim të merret me inteligjencë të gabuar dhe brenda pak ditësh kemi një hënë të përgjakshme. Eklipsi plot hënor bie pikërisht në mes të këtij zjarri të kësaj në kulm. Dhe kjo do të identifikohet deri në mes të Marsit dhe më tutje. Me 3 Mars kemi një eklips hënor të plot, kujdes njerëz. Rahu nga ana tjetër është në shenjë në nakshatrën e Shatabisha, që do thotë 100 shëruesit. Pra në një aspekt është luftë, kaos, dhe në aspektin tjetër kemi dhe eklipsin hënor, mos balancë mendore për shumë njerëz. Nakshatra Shatabisha do thot edhe shëruesit, 100 shëruesit, pra do të krijojë, do të thotë që energjia shpirtërore është në kulm. Në fakt nuk shtohet, ajo shumë fishohet. Është një kohë shumë e fuqishme për të bërë meditimin. Është periudha më e rëndësishme e këtyre viteve. Në fakt tani, gjërat që bën ti tani do të sillin të ardhmen tënde, si thua, do të kenë një efekt shumë të rëndësishëm në të ardhmen tënde. Unë rekomandoj të përsëritet mantrat gjatë eklipsit sigurisht dhe do të mbarte një fuqi të shumë fishuar të mirë nëse realizohet pra meditimi, përsëritja e mantrave. Bashkohu me klasën time të meditimit Lotus Ocean, falas online, regjistrohu në WhatsApp për të mësuar se cilat janë mantrat dhe se si ti thuash ato për një efekt të mirë pozitiv për veten tënde dhe për të ardhmen tënde, të qetë dhe pozitive. Shihemi tek seancat.